Mbyllja e Armos për shkak të krizës financiare ka sjellë rritjen e importit të karburanteve. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se në 5 muajt e parë të vitit, Shqipëria importoi rreth 28% më shumë karburant se një vit më parë. Më konkretisht nga 150.3 mijë tonë që ishin për periudhën janar-maj të vitit të kaluar, për 5 mujorin e këtij viti importi i karburanteve arriti në 192.1 mijë tonë. Të dhënat historike tregojnë se ky është niveli më i lartë i zhdoganimeve të naftës që nga viti 2010. Por karburantet nuk janë malli vetëm i aksizës me rritje të zhdoganimeve. Të njëjtin trend kanë shënuar dhe mallra të tjerë si cigaret apo bira. Sipas Ministrisë së Financave, importi i cigareve u rrit me 28.2%, duke arritur në 1077 tonë. Vitin e kaluar importi i cigaret shënoi nivelin më të ulët historik, pasi kompanitë importuese i paraprinë rritjes së aksizës, duke i përqendruar importet në fund të vitit 2014 para hyrjes në fuqi të taksave. Megjithatë, pavarësisht efektit të bazës, zhdoganimet për këtë produkt mbeten më të ulta se sa mesatarja shumëvjeçare. Por ndonse te karburantet e cigaret, rritja e importeve lidhet me mbylljen e rafinerisë vendase dhe ndryshimin e regjistrit tatimor në industrinë e birrës, rritja e importeve duket një revansh i prodhimit të huaj ndaj atij vendas.